veterani i ushtrisë qëndrore të Kosovës, zoti Nasim Haradinaj, drejt për drejt në këtë emision. Tu ngjatjeta. Përshëndetje për ju dhe të lëshit mushtimi. Faleminderit shumë, faleminderit zoti Haradinaj. Ju vetë keni kaluar në për proces ngjashëm për pengim të drejtësisë. Si po e shihni sot këtë gjykim të dytë ndaj Thaçit dhe të tjerëve? A është modeli i njëjtë që po përsëritet vazhdueshëm në Hag? Shikoni, të them të vërtetën, ky është i njëjti skenar, po këto janë njëjtit regji që Haga i bën zakonisht kur ajo dështon dika mënohet me një zhurmë më tre tjetër që ta hupë rëndësinë asaj të parës dhe të arsyetohet me diçka tre, duke munduar të thotë se ja ka zbulu diçka tre. Ju e dini se edhe rasti i arrestimit ton ka qenë më tepër për t'i humbë gjurmët e daljes së dokumentat të tyre, se sa ndoshta për të bërë ndonjë drejtësi. Por ja që edhe u mundu me gjetë një viktim, do thotë duke orientuar edhe ndërkombëtarët që të paguajnë atë gjykat, që kanë paguar për zbulim krimesh nëse ka, e sidomos për zbulim transplant organesh, ata kanë bërë një skenar tjetër se gjaja ka i pengon dikush. Dhe tash nëse dikush i pengon, ata pikrisht përmes me pengu dikush si arsyetim dhe përmes me mujt me pas ndikim, si arsyetim e kanë lyp që e kanë kriju gjykatën në Hag. Pikrisht për këto gjë, unë kriju gjykatën në Hag. Dhe tani po na del, sikur ajo gjykat po pengohet veç më shumë atje se sa po të ishte bën në Kosovë. Kështu që po bjen tash edhe arsyetimi sepse gjykata është formuar atje. Prandaj ata janë të thotë njerëz që unë mendoj është një grup ekonomik politik i korruptuar, thjesht po them, dhe është racist një etnik dhe që ma të tepër po merret me zhvatin e fundit ndërkombëtare në gjaja në emër të drejtësisë, se sa të vërtet po don me tregu ose me bë drejtësi. Okej. Atëherë çfarë çësje duhet pas Kosova ndaj këtyre të akuzuarve në Hag? Edhe në procesin e parë, edhe në këtë proces sa po filloi. Me që ta të vonë nuk o kur, në kuptimin vonë, më mirë vonë se hiç, unë mendoj se deputetët të cilët kanë vetëm një pikë ndjenje dhe një pikë krenari dhe një pikë përgjegjësie që ne kanë ndaj popullit, ata duhet të paktën ta modifikojnë një lloj kërkim të monitorimit kësaj gjykate. Ne pas një propozim atje që kishte bërë deputeti i Partisë Demokratike Artan Behrami, që pëlqej shumë nësa iniciativë shkon. Se jo, dhe të lypet llogari edhe për shkelet që në bëhet detash, por edhe për ato se që bëbohet, sepse të vazhdoj kështu kjo, po i bjen se kjo thjesht hota i po tregon që për Kosovën as nuk merr vesh, ani pse çdo herë kur i duhet me marr fonde dhe me bë propagandën thirret në emër të Kosovës. Mos harroni, ajo gjykat e ka injoruar edhe vetë avokatin e popullit të Kosovës, zoti Naim Qela, për shkave që keni një edhe deklaratat e tinaj. Tani, të kthehemi pak në kohë prapa, se ju thatë më mirë vonë se hiç sa i përket mbështetjes së shtetit. Kur keni qenë ju vetë, a keni ndjerë mbështetja apo jeni ndjerë se jeni i vetëm? Që në fillim ne kemi ndjerë mbështetjen financiare, po jo më tepër, por mbështetje e cila është siguruar në qeverinë e mbepashme, do qeverinë jote aktuale e cila ishte atë të yllesh, por në qeverinë që ishte e dikushme, do qeverinë Nikin në atë kuptimin që ka kaluar. Qeveria re ku ka ardhur, ka vazhduar një kohë të shkurt dhe pastaj ka filluar restriksionet që avokatët e mi shpesh i rankuan. Do ndoshta që në vend që të shtohen buxhetet të më tepër, po që ato po i marrin kompetenca dorë dhe të shtohen edhe për monitorime, ata kanë filluar me bërë restriksione ndaj avokatëve, ku dosht avokat, pikërisht avokati jam o dosht me hek bi 2-3 bashkëpunëtorë që i ka pas më përpara. Shumat janë zvoglu, por edhe ato që kem kërkuar me rastin e vizitës që na pat botër, Albolena Agje, grupi parlamentar komplet ka qenë Duda Bale, ka qenë të gjithë ai grupi parlamentar që ka ardhur me përjashtim të përfaqësimit të AKS, po ajo ka thonë me arsyetim se ka i ka plani. Qoftë ashtu. Unë mendoj që propozimin që ne ke bërë, kërkesën që ke bërë Albolena Agjiut, ajo edhe pse na ka premtuar, nuk i ka zbatuar, arsyen e din ajo. Kjo nuk është kritik personale ndaj saj, por është një e vërtetë që ne kemi bërë. Prandaj unë mendoj që kohëve të fundit edhe më tepër i kanë bërë restriksione. Pastaj mos harroni që nuk mund të caktohet
ose nuk mund të mbështetet njëjtë si mbrojtja e ime, për shkak që kam qenë për pengim drejtësie dhe këtyne, si mbrojtja atyne që akuzohen për vepër penale, për krimin e njerëzimit, që është vepër shumë e rëndë, e cila nuk rëndon vetëm falet aty, po do ta kishte rëndu krejt Kosovën, nëse ajo del vjet deri te përfundimi i tij. Po unë besoj që përfundim tjetër do të ketë, ata do të vinë shpejt. Okej. Kështu që tash e bojnë kirshurën me këtë pengim drejtësi, edhe ky proces unë mendoj se do të kryhet brenda muajit deri në fillim buj tjetër veç do të jetë procesi kryen, sepse nuk mund merret vendimi atij procesi pa kryer ky proces këtu. Domethënë sipas jush ky proces për pengim të drejtësisë është diçka për të arsyetuar punën e atyre vet në Hag. A i bie se po dihet se si do të vendoset për krimet luftës? Dokumentue akta akuzën për cilën e ka bën ndaj aty në parve. Do thotë se gjaja ka pas pengesa, gjaja së shit sa puna e ka dalë këthene, sepse mbështetja asaj akta akuzën nga prokuroria ka qenë mbështetje aq që thot aq që do vetë thirrja mbi 300 dëshmitarëve, 160 dëshmitarë që në fillimi ka pas deri në 600, tregon që s'ka pas brum, sepse po të ketë brum mjaftojnë 2 dëshmitarë, qoftë edhe 1 dëshmitar që është relevant, mjafton për dokumentimin e akta akuzës çfarë e prokurori. Kësaj se ka mjaftuar me 160 vet, ndërsa këshyri vet mbrojtja ëpça ka par lajmu më shumë, i mjaftuar 6 dëshmitarë që besoj kanë qenë vetëm 1 dëshmitar do të i ka mujt gjitha dëshmitarët e tyre, sepse prokuroria ka dëshmitarë cilët vetë i ka mësuar me fol, vetë i ka korruptuar, vetë i ka dhënë yshte, i ka nxit, ju ka premtuar, kështu që i ka dëshmitarë të thatë, i ka dëshmitarë rënca, thjesht i ka të pabesueshëm. A do me thënë kjo se dihet se çfarë vendimi merret për gjykimin e parë? Për mendimin tim dihet krejt eksakt sepse s'mund merret vendim tjetër me këtë material çfarë ka paraqitur prokuroria përpos vendimit lirues. Dhe unë e di që është gjykatë politike dhe unë ta shpres një verdikt të drejtësisë, jo vendim politik. Vendimet politike mund të më konë çfarë do. Unë mendoj që nuk guxon kjo gjykatë, nuk guxon të shkelë, të rrezikon qetësinë, rahatin e mbi populli këtu që nuk e pranon. Vetë protesta atini se çka ka thonë, po të rregoj edhe tjetrën. Gjykata duhet ku jep vendime, cila do qoftë gjykata. Gjykata e Kosovës duhet që të jetë e pranueshme edhe për opinionin. Nuk ka vendim vetëm me do drejtësi ose mos me do drejtësi. Ata duhet të bind edhe opinionin të bindin që ka marrë një vendim të drejtë. Prandaj kjo do të jetë era më para më vështira. E dyta, gjykatësi nuk ka prova të mjaftueshme premtesh me mbështet akta akuzën që e ka bërë prokuroria, do si ka dhënë provë dhe nuk ka si merr vendim tjetër pos vendimit lirues. Mendoj që i ka pokojit, që thotë ne, i ka marrë me të mirë boll me këtë kohë. Zgjatje te zotër dhe sepse ka mujt, për mendimin tim ka mujt mirëzu akta akuzën shumë më herë. Të rikthehemi te kjo akuza e re, fillimi i gjykimit të ri, gjykimit të dytë për ndërhyrje në drejtësi. E kemi rastin e zotit Shala, Agji Shalës, që ka pranuar fajësinë. Tash çka do të thonë ky rast i zotit Shala për vetë procesin kundër Thaçit dhe të tjerëve, a e forcon narrativen e prokurorisë si dëshmi se ka pasur ndërhyrje te dëshmitarët? Agji Shala ka bërë një thamë shumë dopë që unë vjen turp po ta kisha bërë. Do të isha një shumë keq po ta kisha bërë se tillë, mi po me qëtaj o vendimi ti, po Agji Shala ka bërë se rasti Shalës nuk lidhet me rastin e Thaçit, sepse para se me ardhur në këtu mulshu, atje në konë 1500 numër përgjime që i kanë ndërmu ata, dhe aty kanë pas mosa ndaj tyne treve, ndaj Regjepit, ndaj Katris, ndaj Arshimit, janë marrë njëta, dhe mosat për vizita për këtu, do i kanë rëstërkje njësoj. Agji Shala është lidhë konkretisht me rastin e Recep Selimit. Kështu që tash i dinajt, se i ka botu se ama e morën përgjësi najt, për mu është e pa kuptim, është që s'ja kisha dasht, ashtë zotit që Shala një gjatë tillë, po a e din vendimet e ti, ma mirë dhe e mërë përgjësin vetë, qoftë meritore, qoftë ndëshkushtit, qoftë moralje. Okej, çka pret tutje? Kjo se lidh rastin e Thaçit, ai ka qenë për rastin e Selimit.
E qartë. A e din? E qartë, por... A e din pse ka bashkëpunu, edhe pse zoti Shala Sanc ka fitu, ma ato ka kujtu që fiton, Sanc ka fitu e shumë 5-6 muaj ma herët ku që tjetër. Po, do ta shfrytëzoj prokuroria, do të thotë ja, një rast e kemi, mund të kenë ndodhur edhe të tjerët. Po ai rast nuk lidhet, po ai rast nuk ka asgjë të bëjë me këtë rast që ata kanë procedurë. Që mundet me lidh rastin e tjetër me këtë rast. S'u e lidh. Okej. Çka po Prandaj, edhe nëse lidh, ky është domi që ka bu zoti Shala për mendimin tam. Është folë në mënyrë të vazhdueshme se çka duhet bëj e çka mund të bëj shteti i Kosovës, fondi, ekip monitorues shtetëror, apo çfarë duhet të bëj tash? U zhbër deri në tash. Tash e tutje. Çka? Se ka mund të bëj shteti, kjo është rrjet diskutim, ka mund shumë më shumë të bëj. Me keq që është që s'ka pas as vullnet të bëj. Prandaj kjo është ajo që është për të ardhur për të mirë keq si njerëz të qytetarët të Kosovës. Sepse Kosova të fundja nuk ka fjala vetëm për këta, po ka detyrim kushtetues për secilin qytetar të vetit jashtë vendit të interesohet, të ndihmojnë, jo të ndihmojnë në drejtësi, po të ndihmojnë dhe të këshirë rrethana se a shkelin apo nuk shkelin të drejtat e këtyre. E pse nuk i ka bërë pra shteti këto? A i konvenon dikujt në pushtet, pra po ndaj shtet dhe pushtet, a i konvenon dikujt që të mos mbikëqyrë shkelin e drejtave të njeriut që ju bëhat, ose mund t'ju bëhat të akuzuarve atje në Hag? Shqyqoni, fatkeqësisht politika janë ka aq poshtë dhe niveli tyne aq poshtë sa çdo gjë mundon ta kthejnë në interesin e tyne politik. Mos harroni që 2 herë mundon me fy familjen Jashari, ju kujtohet rasti por ku Murat Jashari ka refuzuar kandidatin për president. Është tash edhe rasti i dytë dhe këta i përmendin vetëm kur t'ju vjen puna ngushtë. Dhe vjen shumë keq që kaq poshtë është politika jonë, por edhe kaq poshtë sot i gëzohet edhe fatkeqësi tjetër që janë parti tjetër. Këtu janë duke bësh llogaritë që dëmi janë më i madh shtet se sa vetë parti. Prandaj unë mendoj kjo turpi i politikës tonë përgjithësi dhe i gjitha partive pa do asnjë parti tash për tash. Sepse për mua as deputetët PDK-s asnjë gjë s'kan bërë si opozitë që kanë mujt me bërë shumë më shumë. Nuk mjafton me dalë me vajtu, aty me kallëzu qysh ju ka dhimbt, sa për më marr pojë në politikë, po mjafton me vepru. Dhe rasti me vepru, vjen keq ta thon, po e don një farë, e don me shtrëngu mbrapa, pe thon kështu hopta se ata pritojnë me shtrëngu mbrapa dhe pritojnë milion do lukse që i kanë. Prandaj le të jetojnë me turp për marrën e tyne. Kush ata? Të gjithë. Të partë deputetë të PDK-s, të partë deputetë të PDK-s dhe të gjithë jenë me radhë. E vetëm që ka bëu të dejtash për tash, që ka bëu më shumë të hota atar për tash, dhe në vjen mirë është që ka bëu aleanca. Për këta njerëz, sepse ata e dinë çka burg, ata kanë përvund kurrizin e tyne dhe e kuptojnë. Ndërsa vjen keq kjo që ka të rrimi frigu gjithë politikën tonë. Me friksu pa arsye. Kur nuk jenë fajin, nuk ki nevojë mu friksu. Prandaj unë mendoj që janë mundu mi gjetë i vara ati dhe ata ti përdorin si viktima atje, flash PDK-ja, ti përdorin si viktima atje që i kanë burg për të marrë vota se cili kush po vajton ma mirë, ndërsa parti tjera të i shfrytzu që nuk janë ata dhe do pësit në PDK dhe të vazhdojnë të marrin vota kënej. Kështu që kjo ka qenë një keq përdorim total i kësaj fatkeqësie që është fatkeqësi kombëtare. Tani vështrimet konkrete janë se gjykimi i parë ndaj katërshës do ta dëmtoj vetë luftën e Kosovës për liri, pavarësi. Në anën tjetër, ky gjykimi i dytë ashtu mund ta dëmtoj po kështu reputacionin e Kosovës, perceptimin e botës për Kosovën sa i përket drejtësisë dhe ndërhyrjes në gjykata. Kanë të drejtë ata që vështrojnë në këtë formë? E para e dëmton shtetin, pastaj dëmton luftën shpiritare. Sepse ne kemi të ndërtuar një shtet mbi luftën shpiritare që kemi. Kështu që i dëmton edhe ata të cilët nuk e kanë dashur luftën. I dëmton edhe ata të cilët mendojnë që duhet ta gjejnë me ranë burg, harrojnë që na dëmton ne si shtet. Kur na dëmton si shtet, ta nuk mundën me do njështë fije, që shteti është i të gjithëve. Dhe e dyta, na dëmton luftën shpiritare, normal na njollos, por ajo është e treta, e unë që mendoj duhet më konë e dyta, ajo e lëndon edhe NATO-n vetë, do thot partnerët tonë që kemi pas luftë, ne kemi pas partnerë, ne kemi luftu bashkë.
ne kemë dhonë pikat e sulmeve, kanë marrë për nesh pikat sulme, kemë marrë të regjime për i tyre si të veprojmë, prandaj jemi konë alat ngusht me komplet shtetet e NATO-s në krybe Ameriket. Prandaj është të më motë shumë gjykatësi kur e jep një vendim tjetër për posa ti liru, sepse ne nuk mund të dënojmë. Shqyqon, NATO është e pari shtet prej gjithë të intervenimit që ka bo, që ka intervenu diko dhe ka sjell një liri të plotën i shteti. Qërë në mirë historikun e NATO-s, vetëm Kosova ka përfundu me liri totalit një shteti. Sigurisht që është një histori për këja dhe një histori tjetër. Mira civil të vrarë nga aparati shtetëror i Serbisë shumë më pak dënime se sa ndaj shpjestarëve të UÇK-s. Edhe ky është një fakt. Qëqëni, ky është pak emocional, fakt është për mos harroni. Nuk motet për Kosovën nuk lun rol sot të tjetë dënimi. Qoftë edhe një orë nëse dënohen për ato aktakuza që është, Kosova është e dënume. Pastaj pjesa e dënimit, gjatësia këtu, janë çështje me tepër emocionale dhe që i banë vetë familja dhe personin e fjallën. A kupton dhe shoqënia. Por, dënimi nuk e lun rol, sasia dënimit nuk lun rol se apo nga dënohet shtetja. Edhe një orë, unë po thëmë edhe 40 minuta, qoftë edhe 4 sekonda, se po du me shku në ekstrem, që dënohen për ata, shteti jonë është dënu pastaj për krime kundër njerëzimit. A ka drejtësi? Këtu është ajo humbja madhe që po të për ne dhe për vetë NATO-n. Prandaj jo rasisht kanë ardhur Vesti Clark dhe Ileri Ameri ka marrë, mos harroni kanë ardhur personalisht që është domethënë shumë e madhe, sepse po të kishin dashur kanë mujt qoftë kështu në mënyrë vizuale, qoftë në mënyrë deklarative me kështu një deklaratë marrë, po jo kanë ardhur konkretisht për të demantuar dhe për të çmontuar qëllimet që janë për te Kosovë. Që pastaj nëse del tjetër vendim jashtë asaj lirus, Serbia ka arsye mu anku për bombardimet, mu anku për gjenetet që ka dhënë shtetësin dhe mu anku për shkputjen e Kosovës nga Serbia. Po a ka drejtësi? Edhe mu të rek të gjitha njohet, kush do të të rek që jenë disa ndyshe, mu të rek njohet që kanë bërë për Kosovën e pavarur. Përkundër se ka marrë veshje që të mos lëbohet për këtë gjë. Po mirë, a ka drejtësi sot? A ka drejtësi sot kur ajo që po pyes unë, kur më shumë ka dënime për njerëzit e UÇK-s se sa ndaj njerëzve të Serbisë që kanë kryer krime dhe dihen janë të faktuara ndërkombëtarisht? Shiqar, e para vetëm Kosovë shka ka dënu, vetëm Kosovë i te kanon nëse motet me vite, i te kanon ato për çka ka dënu gjykata ndërkombëtare. Pa u ndërtu kjo is. E dyta mos harroni, kjo gjykatë edhe pse ka thonë për krimin në Kosovë, dhe pensojmë që ka bo krimin në Kosovë. Kjo gjykatë ka qenë selektive, sepse kjo gjykatë tash, as një komb, apo kombësi tjetër, nuk e ka marrë këtu në Kosovë për krime. Me që të ndërdu për Kosovë, në Kosovë dihet kush jeton. Dhe nëse ka pas mundësi me kry krime, dihet kush ka pas, ata që në konë namën në Serbisë. Prandaj, kemi pas nacionalitetet që kanë bashkëpunu me Serbinë, që kanë ekzekutu, dhe me ata nuk është marrë. E shini që nuk merret me ata. Prandaj ajo ka bërë seleksionim brenda popullsisë Kosovës. E dyta, ka bërë seleksionim brenda shqiptarëve. Si? Ajo ka marrë vetëm për me kon targetja e gjykatës duhet me kon shqiptar dhe UÇK. Dhe asgjë tjetër. Do thotë nuk bën më kon as i kombe tjetër. Në UÇK kanë qenë shumë kombe që na kanë ndihmuar. Kemi suedez, kemi portugez, ne kemi të vranë, algerian, ne kemi gjerman, kemi shtetas të Shqipërisë, a kupton? Nuk po du me ishtë një grupë, por nuk është dhe këtu ka bërë seleksionim, prandaj seleksionim tipik që ka sulmu vetë bërthamet, pra vetë themelet e shtetit tonë. Kemi një peticion që kanë fillu veteranët kundër speciales. A është duke unë nënshkru nga qytetarët ky peticion? A duhet me unë nënshkru? A ka pesh? Unë kam rezerva për këtë peticion, sepse e para ata që ka dash me bu peticion nuk bëhet peticioni kështu në mënyrë online, duhet më konë baj gudzimshëm. Ai që ka dash me prik t'i peticioni duhet me na dëshmu që gudzon mu përballë dhe me Hagën e që unë dyshoj shumë. Prandaj kjo është ma tepër folklorik. Nuk është edhe qaç i parancishëm, o shkruan që ka,
për mua tani duhet peticionet dhe me ndërmarrë deputetet. Unë përkroj vetëm deputetet ose njerëz që guxojnë me shkru peticion, po që bindin që i qëndrojnë mrapa, edhe jo që ku katin, atje ku t'hinë gjykate, me thonë veç në shumë se nuk e afrona mua as organizatës. Prandaj, tu kam rezervat e mia, njerëz janë të nënshkru, sepse dojtë vetëm me mirë kuptuar punë dhe në rregullat, pse jo? A nënshkru Nasim Haradinaj? Por për të filmit, kjo mas kësaj proteste. Se nëse peticionin nuk e nënshkruan brenda 3 dite, mbi 200.000 vetë, atëre kjo i bjenë se demonstrata, protesta nga kemë vinishin në 38.000. Kështu që, unë mendoj që nuk ka me qenë qash dhe me thene sa ka qenë protesta. Kur? Ose sa do të kishë qenë, që kur të ishin dalë vetë, të qëndrojmë balë, dhe të vazhdojmë e jo me online. Është edhe fizikisht, po online për të shpërndahet më shumë. Normal, fizikisht edhe me dalë me marrë guximin. A nënshkruan personalisht, a nënshkruan Nasim Haradinaj këtë peticion? Unë nuk e nënshkruaj këtë peticion, por nuk i bëj thirrje tjerëve të mos ta nënshkruajnë. Unë nuk e nënshkruaj sepse unë di arsyet e mia pse se nënshkruaj. A si ndan? Nënshkruaj se kam plan me nënshkruaj sepse është për mua hajgare, sepse unë nuk i besoj atyne që kanë shkruar këta, kanë shkruar më vërtet për politikë, sepse i një të dytë, të tretë, të katërt, të pestë që janë aty, që me di qiti rhoga sonte, ata ikin vram. Kështu që nuk e nënshkruajt për këtë arsye. Por, ndoshta si dekoracion do t'jeti mirë. Dekoracion? Po, për mua dekoracion, ky mas protesto, dekoracion, ka veprime ma konkrete, nëse kanë guxim dhe dignitet. Po ata as guxojnë, ata që kanë buë këto, as nuk guxojnë në najtë prapa, edhe na koritin me bomi thirë ata. Vesh për thirë sonte gjykata aty Prishtina e Oleksi, kimi po që shkanë bushashtrisë. Se i një, personalisht i një tonë. A kanë për çka me i thirë e Oleksi? Po këta përmes me pas për thirë e kanë zhru online. Këto e lojna të vogla, lojna që mu s'mi shesin, njerës të vazhdojnë me nënshkru, do të të mërthojnë në ka bof tek në Nasim Haradinaj, unë që nënshkruj, sepse nuk u besoj ata që kanë përpilu. Zoti Haradinaj, i kemi deputet të zgjedhur dhe duhet aty të punoj puna. Jo vetëm një simbolik, fars, punë gjë tjetër. I kemi disa data më shumë rëndësi. 4 marsi e fundit për presidentin, nëse nuk zgjidhet deri më atë ditë, shkojmë në zgjedhje. Me njëherë prapa i kemi 5, 6, 7 marsin, epopen e UÇK-s. Edhe i kemi 2 këshille për organizim të aktiviteteve për epopen e UÇK-s. Atë që është shtetëror dhe atë që u formuam pas nga organizatat e dala nga lufta. A është kriju përqarje në Kosovë për narrativen e luftës, në përkujtimin e luftës qërimtare? E para, o kriju përqarje, e dyta, është turpi këtyne që lejojnë përqarje. Organizatat veteranëve të luftës, o dasht të kenë këmgullësi dhe të e imponojnë pjesëmarrjen e tyne. E jo tash dalin e të bojnë vetpas, se Fiqani punon vetpas, i zoti ju hinë mrena, aty me zoti ju kisha hinë mrena. Po këta nuk e kanë atë guxim. Ta nuk e kanë atë dignitet. Ta janë hi aty mu bo vegël politike ati e këti, ku tash kanë përqohë edhe partit tjera. Prandaj këta nuk kanë dignitet, sepse në do t'i kisha hi me zërt, edhe Albin Kurtit, edhe Hashim Thoqit, edhe Ramush Haradinit, me mpado për e shukur ju kem hi një kohë, bashku kem qenë. Po ja, nuk janë këta mod gatë që pra qeshke, prandaj e bojshën me shnet përqarjen se sa unitetit. A rregullohet atër kjo përqarje, se në fundit edhe mund ndodhin gjërat e rregullohen. Do të më konë me pas dignitet dhe do të më konë i besueshëm dhe do të më pas guxim, po thëmë edhe herë. Nuk bëhet kjo krejt thjesht. Se ai Çyçani nuk ka shka të bën veç rrin të i vajtue. Dhe organizata veteranëve nuk do të tregohet Çyçare, ne apo këtu për mbi shku bezart aty. Ju kisha ul karrik e maneman simbolin që kanë paqit me festue atër me ato 2, a kujtohet? Ku kom kërknu të televizor që do të shkoj aty do t'ja u shky, nuk e kanë qitë mua atë simbol. Kur? Po këta e din kush e ka prej me, e din kush e ka prej ma hi. Këta nuk guxojnë me shku aty me huq me zërt, edhe Vjosa Osmanit, edhe Albin Kurtit, edhe Ministrit Mbrojtjes, sepse edhe ajo kolegi joni, edhe Sami Lushtokit, edhe kush janë aty. Ose Sami Lushtokit si veteran, nuk o dosh me pranu takim pa këta, sepse Sami Lushtokit ka vendos me zgjedhësh një gucotin aty. Prandaj, pse e tratoj të shishnin?
Pse, a ka Prandaj përgjigje unë pse? mendoj që këtu janë forca politike asistan tjetër, veç pollavra. Kujt i konvenojnë atëherë? Tani ju konvenojnë se cilit për me marë copat e veta, mbi shduk copat e veta, po në mendoj se shpejt kthehet hashim tha që këtu, te le vërteta në shesh, e kuptojnë të tjerët se duhet të bëhen bashkë e unik, ne nuk bëhen bashkë unik të i bëhet 2 këshilla, ne nuk bëhen bashkë unik të feshtu 2 vena, atë 3 vena, prandaj unë mendoj se edhe guximin, edhe iniciativën, edhe sakrificën, po edhe me falë nëse nevoja, duhet me i pri organizata veteranëve të luftës dhe duhet me i pri edhe aty në ku rrezik. Jo ku del emën, jo ku fol emën. Folëm për 5-6-7 marsin Nuk dhe gjithçka. mundesh me thirr për protestë të njëjtën në unë, më qubi sabotu protestat. Nuk mundesh ashtu. Çka për presidentin atëherë? A ka përqarje këtu nëse qenë kemi të përqarë për narrativën e luftës? Po kur thimi kon në atë përqan, prej se arë, kur s'kem shqiptar, na shqiptar, pëse kem qenë përqan, jemi kon 100 vjetë në rëbni. Po unë mendoj se tani këtu e pazare politike ty në që bën, unë mendoj që ka njerëz të adekuat që dhe të mundën me konë president dhe do të qenë vetën mirë, unë edhe shpreh publikisht mirënjohjen, guximin, burrin, tribërin dhe aktivitetin e familjes jashtërore që nuk ju dha shans me i përqa as popullin, por as nuk i dha shans me i përqa ata si familje, sepse ka po tentativë edhe ata si familje me i përqa. Prandaj i lumt jashtërve komplet pa marrë parasysh se cili ka deklaru. Unë jam me ta. Zoti Haradinaj, faleminderit shumë për kohën që ndave për ne edhe për perspektivat që i the drejt për drejt. Faleminderit shumë. Respekte, faleminderit për ju për intervistën, respekte. Kënaqësi shumë.